Nata në dhomën e gjumit. Në shtëpinë e Big Brother VIP po Benja 5. Nuk ka kaluar përshkëndija mes Luizele dhe Mateos, të cilët janë përfshirë në një diskutim me ironi dhe thumba për arsyet e hyrjes së fituesit të Big Brother VIP 2 në shtëpi. Mateo ka tentuar ta provokojë Luizin duke aluduar se ai është rikthyer në format vetëm për të përfituar nga shikueshmëria dhe suksesi që sipas tij ka ky sezon aktual. Rekordet I ka parë ai, prandaj erdhi, jo për t'i thyer, por për të bashkangjitur, për të ngrënë pak nga rekordet tona, u shpreh Mateo me bindje. Por Luizi ka zgjedhur të përgjigjet me ironi, duke përmendur Arushin si motivin e vizitës së tij. Kam ardhur për të parë bolin live, nga afër. Nuk jam afruar akoma, më ka pëlqyer shumë para televizorit, por dua të shoha është dëmtuar shumë në fytyrë kur ra, tha Luizi. Duket se banorët janë trembur shumë nga kjo hyrje e këtij fituesi, I cili edhe sot adhurohet nga të gjithë. Ndërkohë që ato e kanë diktuar që Luizi mund të largohet të martën, sërish nuk e din se ai televotim midis dy grupeve nuk do të bëhet dhe është një nominim tjetër, të cilin Ledioni ka përmendur. Gjithashtu, Luizi ka patur debatet e tjera me Mateon, duke përfshirë këtu edhe Brikenën, dhe duke I thënë që ajo vajzë nuk ka ndjenja për të, ndërkohë që edhe Mateo ka përmendur Kiarën dhe ka thënë që ai e ka përdorur Kiarën për lojë dhe ashtu ata të dy mbetën të martuar. Dhe kjo gjë e ka acaruar shumë Luizin, por edhe personat jashtë, pasi të gjithë e kanë parë që dashuria e tyre ka lindur dhe ka vazhduar me shkallë, ndërkohë që tashmë ata janë të martuar dhe kanë një vajzë të vogël, Luna Marie Eileen. Po juve, çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.